Unë e shoh mbështetjen ndërkombëtarëve në qasje, si thua, pragmatiste dhe interesash që ata kanë ndaj Shqipërisë, po dhe sa i përket vet Edi Ramës, më duket që gjithë kjo përpjekje i ky lobim, pra është për t'u treguar atyre në farë mënyrë vasalitetin që kanë ndaj tyre. Pra që unë thot këtu mund të bëni çfarë të doni ju, qoftë në raport me Melonin, pra që edhe ngritjen e kampit të refugjatëve me radhë. Qoftë në raport edhe me Macronin, në gjithçka që ai flet dhe ndërvepron me ta, ka një nënshtrim total në atë kursin e tyre, si thua. Dallimi më shumë ndaj bëj me Albin Kurti, për shembull, nga ndërkombëtarët Albin Kurti është gjithmonë ky njeriu i cili është problematik se nuk respekton, nuk i bindet, praktikisht nuk i bindet urdhrave ose interesave të çastit, si thua, për një qasje që sipas tij të paktën është mbi marrëdhënien ndërkombëtare, është në të mirë të vendit të tij.